Vllaznia kanë ngjetur ndaj Dinamos në shtëpi duke mos shkuar më shumë se një barazim 0-0, edhe pse dyja skuadrat kishin raste për shënim, rritet mbeten të paprekura. Pas ndeshjes trajneri kuqe-blu Edi Martini tha se kemi dominuar në mbajtjen e topit, por kemi lënë 2 pikë. Më vjen keq, megjithatë kontrolluam lojën, kemi marrë topin shumë herë 61% me 39% kemi dominu mbajtjen e topit. Normalisht na mungoi goli, në pjesën e parë bëm disa gabime që ku ja fal me topin Dinamos që na rrezikoi, mund të na kishte shënu. Nuk ishim aty ku ne jemi mësuar me kanë, megjithatë humbëm me shumë raste, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë, kështu që vjen keq, lëmë 2 pikë sot, po ecim para. Neshjeve po i vjen fundi, jemi në fund kampionatit, normalisht që nuk mundesh me kanë ton kohën njësoj, nuk mundesh me luajt ton kohën me një ritëm. Ke ekipe që duhet të jesh edhe më i kujdesshëm, nuk duhet presosh shumë lart. Presum, nuk ka se nuk presum, nëse kena fituar 2-0 në Tiranë, kena ndaj më tepër në fazën defensive, sot presum nelt. Nuk kishim atë agresivitetin maksimal që kena pas në ndeshjet tjera, por gjithsesi bëmi ndeshje të mirë, bëmi ndeshje jo ashtu thosh si që na mësuam më përpara, po humbëm me raste, po duhet ta fitoshim ndeshjen. Po ja afrona fundit kampionatit, jena në vend parë. Do të tentoj me muaj deri në fund këtë vend parë. Kisha shpresë dhe vazhdoj të kem shpresë që të fitoj pikë para se të vinë play-offit, jem vendin e parë me disa pikë përpara, shpresoj prap. Shpresoj çora të bile deri në fund, por gjithçka është edhe çështje fati, kështu që do të mund. Me këtë barazim vllaznia vjonte mbetën në vendin e parë me 53 pikë, po Arsa Elbasani vendin e dytë.